Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 17. Ka përfunduar takimi i thirrur nga presidentja Vjosa Osmani me liderët e partive politike. E para e shtetit tha se do t'i presë deri më 5 nëntor partitë për të parë nëse dikush do të propozojë mandatar të dytë. Osmani deklaroi se deri të mërkurën do t'jetë në kontakt me kryetarët e partive. Pas kushtetutës, institucioni presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive. Jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është ezauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta. Dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, do t'i pres në takim. Tani në rast, a do të ketë propozim për mandatar tjetër apo jo, është çështje e partive politike të përfaqësuara në kuvend, sepse siç ju thash kishte qëndrime jo unike, pra nuk kishte unanimitet të plotë rreth asaj se a mund të ketë mandatar tjetër apo jo. Ndërkohë në takim me presidentën nga liderët e partive politike u bë qartë se asnjëra nga partitë parlamentare nuk i ka numrat për të bërë shumicën e re parlamentare. Liderët partijak bën thirrje që të mos humbet kohë dhe që në afatin e parë kushtetues të shpallën zgjedhjet parlamentare. I vetmi që nuk është deklaruar për media është kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Ajo që është më e rëndësishme nga ky takim u bë qartë që askush nuk mundet me kriju shumicën e re parlamentare. Normalisht në këtë takim ne e bëm qartë edhe qëndrimin tonë që përkundër përpjekjeve të mëhershme për të bërë një qeveri bashkë me partitë që ishin në opozitë në kaluarën, nuk kemi arritur një gjë të tillë dhe rrjedhimisht imponohet shkuarja drejt zgjedhjeve të parakohshme. Jo, nuk kam ndonjë vlerësim kështu të rëndësishëm për sa i përket qëndrimit të tij. E mur fjalën dikur ka gjysa takimit, po nuk është që tha diçka konkrete, përveç që tha ta shoh pak a ka mundësi, as ka mundësi, duke lënë me nënkuptuar që dëshironte me i pasë edhe disa ditë për me zgjatë këtë agoninë cilën na ka fut prej fillimit të këtij viti. Tani kërkohet një fazë kalimtare për krizë, por është e pamundur. Sa më parë që organizojmë zgjedhjet, e shmangim krizat eventuale që vijnë në potencialisht në Republikën e Kosovës. Përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i lëvizjes vendosjes, pra pa pretendime edhe nga kryetari i lëvizjes vendosjes se ndoshta duhet provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare 52 deputet ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. Presidentja ka deri me 5 nëntor, pra afat kushtetues 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbohet parlamenti. Pastaj caktimi i datës zgjedhjeve që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në afatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë. Nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion. Ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano është ndarë nga jeta në moshën 73 vjeçare. Ai ishte shtruar prej disa ditësh në një spital privat në Tiranë, ku po trajtohej për probleme shëndetësore, raporton Radio Televizioni Shqiptar. Ish kryeministri prej kohësh vuante nga probleme me mushkrit, ndërsa gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar ditët e fundit. Fatos Nano ka shërbyer si kryeministër i Shqipërisë me Partinë Socialiste. Ai është themeluesi i PS-s, parti të cilën e udhëhoqi deri në vitin 2005, kur dhe vendosi të largohej nga politika.
Rreth 4 miliardë euro është buxheti i propozuar nga qeveria në detyrë për vitin 2026. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se me këtë projekt buxhet parashihet paga e 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik dhe gjithashtu me këtë buxhet do të ketë rritje të pagës minimale dhe rritje të skemave sociale, rritje pensionesh. Tutje në mbledhjen e qeverisë në detyrë tha se me që tashmë është konstituar kuvendi, do të dërgohet për miratim edhe buxheti për Prishtinë, Gjilan, Zubin Potok. Megjithëse jemi qeverinë detyrë, përmes ligjit për qeverinë, kuvendi ka parapar që edhe në situata të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionimin. Prandaj, sot si qeveri, përveç se po zbatojmë një detyrim ligjor për sa i përket respektimit të afateve për miratim të ligjit buxhetit, gjithashtu po kryejmë obligimin ton si qeveri në detyrë që shteti të mos mbetet pa buxhet. I takon kuvendit dhe të gjithë deputetëve nga të gjitha subjektet politike që këtë buxhet ta miratojnë para se të shkohet në zgjedhje të reja në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e shtetit dhe të mos ndeshemi me situata ku shteti nuk ka buxhet të miratuar. Njërisi me këtë buxhet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit, do të mund ta përfitoj edhe pagën e 13. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik varësisht nga vitet e përvojës punës. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna. Kemi një buxhet rekord sa i përket madhësisë, bëhet fjalë për një buxhet që gjithsej shpenzimet buxhetore kapin shifrën e 4 miliard eurove, apo më saktësisht 3 miliardë 967 milion e 600.000 euro buxhet i planifikuar për vitin 2026. Ky buxhet normalisht që paraqet një rritje prej afërsisht 10% krahasuar me buxhetin e vitit paraprak, pra të vitit 2025, dhe ritmi i njëjtë i rritjes pra parashihet që të ndodh edhe tek të hyrat. Krerët e partive politike PDK, LDK dhe AK kanë reaguar me njëherë pas miratimit të projekt buxhetit për vitin 2026 nga qeveria në detyrë. Kryetari i PDK-s Memri Krasniqi ka shkruar në Facebook se thesi mashtrimeve të një babadimri që kur serdhi për qytetarët e Kosovës, sado që premtoi çdo vit për 5 vjet, s'mundet ta rikthej besimin e humbur të qytetarëve, as nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhjet parlamentare. Ndërkaq LDK e ka cilësuar këtë veprim si një akt pa precedent politik dhe institucional që sipas saj përbën përpjekje për blerje votash dhe manipulim të procesit zgjedhor. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se kjo rritje është dashur të ndodhë para shumë vitesh. Shumë vonë, shumë pak marre, ka shkruar Haradinaj. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka reaguar pasi qeveria në detyrë sot ka rritur pensionet e të gjitha kategorive, por jo ato për veteranët e UÇK-s. Në reagimin e saj, OVL UÇK-s tekson se në një kohë kur vendi po shkon drejt zgjedhjeve, qeveria në detyrë po përpiqet të krijojë përshtypje pozitive për qytetarët me premtime për rritje që nuk mund të realizohen pa miratimin e buxhetit nga kuvendi. Megjithatë, veteranët e UÇK-s sipas organizatës u anashkaluan qëllimshëm. Kjo është dëshmi e qartë se diskriminimi ndaj atyre që sakrifikuan më së shumti për lirinë e Kosovës po vazhdon. Në vend që të përmirësohet trajtimi dinitos për veteranët, qeveria në largim po tenton të harrojë ata plotësisht, madje edhe në momentet e fundit të mandatit, thuhet në reagimin e organizatave të luftës së UÇK-s.
Aktualisht, 700 punëtorë të mediumit të vetëm publik kanë mbetur pa paga. Sindikata e punëtorëve të RTK-s ka paralajmëruar masa sindikale dhe protesta nëse situata nuk zgjidhet urgjentisht. Ministri në detyrë i financave Hekuram Murati ka thënë se përgjegjësinë për alokimin e mjeteve buxhetore për RTK-n e ka Kuvendi i Kosovës e jo qeveria. Sa i përket çështjes së pagave apo financimit të RTK-s, po besoj si që dini Kuvendi është përgjegjës dhe e mbikëqyr RTK-n, por edhe i amiraton buxhetin. Në ligjin për ndarje buxhetore, buxheti i RTK-s ekziston, por kushtëzimi në atë ligj, siç e dini, është që duhet të ketë miratim nga Komisioni Parlamentar përkatës për buxhet dhe financa. Para 3 muajve, nëse nuk gaboj, ka qenë situata kur në mungesë të një kuvendit të konstituar, ne si qeverinë është dashur të ndërhyjmë dhe të improvizojmë një zgjidhje, pra duke ofruar një kredi afat shkurt, likuiditeti sa për ta tejkaluar sfidën deri në konstituimin e kuvendit. Pra ajo kredi parashihet që të kthehet. Problemi qëndron në faktin që tash kemi kuvend të konstituar. Në fakt, s'është problem, situata ka ndryshuar, kuvendi është i konstituar. Dhe i takon kuvendit, pra që ta miratoj alokimin e pjesës së dytë të buxhetit të RTK-s, që fillimisht edhe të shlyhet pra kredia afat shkurt që ka qenë e përkohshme, por në anën tjetër në pjesën e mbetur të buxhetit të vazhdohet operimi i rregullt dhe të paguhen pagat. Nuk mund të hyjmë edhe një herë në një procedurë të tillë të huadhënies, sepse kjo do të nënkuptonte që borxhi vetë sa do të rritej dhe kur kalojmë në vitin e ardhshëm fiskal dhe mjetet që janë të alokuara si vjet skadojnë, kjo i bën që pastaj huadhënia do duhet të shlyhej nga buxheti i ardhshëm e që fare pak do të mbetej pastaj për operim në vitin e ardhshëm. Kjo do ta fusë RTK-n në një cikël të papërballueshëm të vështirësive dhe problemeve financiare. Pra do duhet kuvendi, i cili tash është i konstituar, ta kryejë detyrën e vet. Pra subjektet politike që përfaqësohen në kuvend përmes deputetëve të tyre nuk kanë asnjë arsye pse të mos i formojnë komisionet parlamentare. Në mungesë të ministrit në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sveçla është shtyr seanca ndaj deputetëve Sali Zyba dhe Fitore Pacolli për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend më 2018. Gjykata ka lëshuar urdhëres për sjellje me detyrim në gjykatë të ministrit Sveçla, sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore e Prishtinës më 29 korrik 2019. Të pandeurit akuzohen se gjatë seancës plenare të asaj dite kanë aktivizuar disa bombola me gaz lotësjellës brenda sallës plenare, duke i ndërprer punimet e kuvendit dhe detyruar deputet të largohen. Përgatitjet për edicionin e 3 të Festivalit të Këngës në RTK po hynë në fazën përfundimtare. Drejtues të RTK-s dhe të festivalit në një konferencë për medje kanë shpalosur detaje nga Festivali i Këngës, i cili do të mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor. Ndjekim në vazhdim pjesë nga konferenca. Në të vërtetë qëllimi i festivalit është po ky. Është pikërisht përbashkimi i gjitha ideve, gjitha këndvështrimeve, por për më shumë ky bashkim bëhet përmes muzikës, përmes trashëgimisë tonë kulturore, që këtë vit gërshetohet natyrshëm edhe me frymën moderne të krijuesve të rinj. Në 3 netët festive në kryeqytet do të dëgjojmë zërin e artistëve tanë që sjellin një energji të re në muzikën shqipe që lind nga tradita, por shkon drejt së ardhmës. Mendoj që si vjet me të vërtet edhe 2 vitet e kalume e kemi tregu që kemi mundësi me bo një ngjarje të jashtëzakonshme kulturore. Edhe si vjet, për mbajtja artistike, për mbajtja këngëve të cilat kanë ardhur, janë shumë këngë të bukura, janë artista tepër të mirë, kemi artista të ri, të cilët për herë të parë ngjiten skenë, po kemi edhe artista të cilët janë pjesë e skenës muzikore. Ne kemi vendosur që prej si vjetë tutje ta ndajmë si festival çmimin për arritje jetësore në fushën e këngës, a çmim mundet me marrë kompozitori, këngëtari apo tekst shkruesi. Edhe e bukura e kësaj është se trofeu që do të ndahet për këtë çmim do të jetë okarina e artë, të cilën e kanë nda akordet e Kosovës, dhe kjo është një mënyrë e jona për me e dhënë këtë, domethënë mirënjohje për gjeneratat paraprake të cilat na kanë sjellë deri këtu.
Mediumet nga vendet e ulta po raportojnë se Partia Centriste D66 ka fituar zgjedhjet e përgjithshme duke e vendosur kështu udhëheqësinë e saj Rob Jetën në pozitë të bëhet kryeministri më i ri i vendit në histori. Pas numërimit të më shumë se 99% të votave të hedhura në zgjedhjet e përgjithshme, mediumet e vendeve të ulta ka njoftuar se Partia Centriste D66 e udhëhequr nga Rob Jetën ka siguruar fitoren me një përparësi minimale ndaj Partisë së Lirisë, partisë ultradjathtiste të udhëhequr nga Geert Wilders, i njohur për qëndrimet e tij anti-islamike. Me këtë, Rob Jetën, 38 vjeçar, është vendosur në pozitë që të bëhet kryeministri më i ri në historinë e vendeve të ulta, por analistët dhe mediumet e ndryshme thonë se ai tani gjendet para sfidave të mëdha. Vetë fakti se D66 ka fituar 27 vende në parlamentin me 150 ulse, në krahasim me 26 vende të siguruara nga Partia e Lirisë, nënkupton se Jetën tani ka para vetës çështjen e krijimit të një koalicioni stabil qeveritar. Sipas rezultateve të deri tanishme, kjo nënkupton se në rastin më të mirë, Jetën do të duhet të krijon koalicion me së paku 3 parti tjera për të siguruar 76 deputetët e nevojshëm për formimin e qeverisë. Fakt i cili nënkupton se D66 do të duhet të bën kompromise me parti me të cilat kanë dallime në ideologji. Megjithatë, vetë Jetën, si dhe shumë për krahas të tij dhe partive tjera, thonë se vetë fakti që kanë arritur ta mundin Wilders dhe Partinë e Lirisë tregon se lëvizjet populiste mund të munden nga ata që garojnë me porosi pozitive dhe të cilët nuk krijojnë ndarje në shoqëri. Toch net van ons winnen. Do shit lajmet në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.